Pas më shumë se një muaj nga përfundimi i zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Kreu i KQZ-s, Kreshnik Radonishi, ka thënë se procesi i numërimit ka qenë transparent. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonishi, ka thënë se ligji i ri për zgjedhjet, subjektet politike mund të ankohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me këtë rezultat përfundimtar deri në 48 orë nga shpallja e tij. Paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa më pas duhet të marrë vendim brenda 96 orës nga parashtrimi i ankesas. Radonishi ka garantuar se në asnjë moment nuk është cënuar integriteti i votës, ani pse ka pasur vonesa në numërim të votave. Ai ka arsyetuar vonesat duke thënë se votat janë numëruar për herë të parë siç e parashë ligji i ri, që do të thotë se fillimisht janë numëruar votat për subjektet politike, më pas janë numëruar votat për kandidatët për deputet në 38 qendra të numërimit, bashkë me verifikim të votave për subjektet politike. Si tjetër arsye për vonesë, ai ka përmendur edhe platformën elektronike, e cila sipas tij nuk ka funksionuar si duhet. Andaj, zyrtarët janë detyruar të verifikojnë edhe manualisht çdo shifër para futjes së rezultateve në sistem. Rezultatet kanë ndjekur hapat e parapara sipas ligjit për zgjedhjet dhe janë numëruar në transparencë të plotë, ka thënë ai, duke u zotuar se KQZ-ja do të organizojë panele të brendshme për të kuptuar ku ka ngecur puna dhe për të shmangur problemet eventuale në proceset e ardhshme. Kandidati për kryeministër nga vetëvendosja Albin Kurti del kandidati më i votuar në zgjedhje me 337.791 vota. Me ligjin e Kosovës brenda 30 ditësh nga certifikimi i rezultateve, presidentja e vendit duhet të thërrasë mbledhjen konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Nëse zgjidhet kryetari dhe nënkryetari, atëherë Vjosa Osmani duhet të kërkojë nga partia fituese Lëvizja Vetëvendosje në këtë rast që të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë. Ndarja e mandateve si më poshtë. Lëvizja Vetëvendosje 48 mandate, PDK-ja 20.95%, 24 mandate, LDK-ja 18.27%, 20 mandate, AK dhe Nisma 7.06%, 8 mandate, Lista Serbe 4.26%, 9 mandate, Partia Serbe, LDM 1 mandat, Partitë Jo Serbe 10 mandate. Për të pasur shumicën nevojiten së paku 61 deputet në kuvend me 120 ulëse të Kosovës.